The Dapper Fox Tirana është biznesi tjetër I radhës me cilin do t'jemi emocion me krijuesen e këtij biznesi. Është Elca, faleminderit që je pjesë e Words 2025. Do t'jemi në komunikim, do t'jemi në historinë tuaj të suksesit, të startit, të vështirësive. Si ka lindur ideja e krijimit të The Dapper Fox? Ideja ka lindur kur unë kam humbur një punë për herë të parë në jetën time, edhe nuk isha mirë të thënë drejtën, edhe burri im gjeti një sallon dhe më thonte që do shkojmë ta shikojmë. Unë jo, nuk dua. Edhe shkuam bashkë, e kam sallonin e ureja pamjen e sallonit, por unë kisha një ide në kokë se çfarë doja të bëja unë. Anyway. Edhe së pari morëm një mood board, nuk e di si ta them shqip, mood board, një laps, një letër, disa gjëra dhe pura disa gjëra bashkë edhe përfundova te Dapper Fox. Doja diçka Pak më ndryshe, e kisha ide, mua më pëlqen shumë 1920s, 19 e 20-ta. Këto vitet janë shumë të mira për mua, edhe aty kam qëndruar. Salloni juaj përfshihet me bukurinë, me kujdesin ndaj vezes. Dhe janë berber ata cilët janë pjesë e këtij biznesi që ju keni krijuar. Unë jam berbere. E kuptoj. Okej. Edhe ju jeni vetë stiliste pra e kësaj fushë, po, hair artist. A ka qenë ndërlikuar starti përveç se krijimi ndoshta tek salloni apo edhe vendimmarrja apo mendoj? Ka qenë shumë, sepse unë kisha vetëm 50 pound, 50 euro si vjet këtu në emrin tim, edhe do ta bëja çdo gjë, do t'i bleja gjërat dhe do ta bëja atë transformimin avash avash, edhe çdo gjë. Ashtu ka lindur. Kam filluar me një karike dhe tani kemi 6 në sallonin që pa filluar. Gjatë ditës punoja si berbere, gjatë darkës bënim painting, bënim çdo gjë që duhet bëj. Ne kuptoj. Starti I biznesit tuaj ka qenë në Londër, më pas ka ardhur edhe në Tiranë. Me këtë zhvendosje, me këtë përhapje se kjo është një transferim I një biznesi me një linjë tjetër, po në Shqipëri. Po, cilat kanë qenë ato sfidat e para? Kemi shumë të drejtën. Sfida më e madhe është akoma punëtorët. Stafi është një sfidë shumë e madhe. Ka qenë edhe për produktet, për gjëra që doja unë këtu, por ato I tholla nga Londra. Edhe ne kemi një linjë të produkteve tona, kemi sjellë ato nga Londra këtu në Tiranë. Cilat janë ato strategjitë që mendoni të përdorni për ta zhvilluar dhe për pasur më shumë sukses në? Ne duam të jemi ndryshe, edhe prandaj çdo gjë te salloni jon është ndryshe. Nuk është një barbershop që mund të shkosh për 5 o 10 minuta të presësh flokët dhe të ikësh. Aty mund të rrish shumë gjatë. Ke facilitete të ndryshme. Po, kemi bilardo, kemi bar, kemi gjëra që mund të argëtohen, edhe kemi edhe kujdesin për lëkurën për meshkuj, që është shumë e rëndësishme. Ne kemi edhe një ide tjetër që do bëjmë trajnime për berbera, do sjellim artist nga Londra këtu për të bërë trajnime. A ka interes në fushën e? Them të drejtën, kemi shumë interes për momentin, po nuk kemi gati në këto momente, po do jemi shumë shpejt. Pra do t'jep diçka e cila do vinë në zhvillim e sipër dhe në të ardhmen e The Dapper Fox. Patjetër, edhe çdo kursant për shembull, nëse janë arrin në nivelin që duam ne t'i çojmë, do kenë edhe mundësimi jo vetëm në Tiranë, por edhe në sallonet tona në Londër. Ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e Trend Awards 2025 dhe sa më shumë suksese në The Dapper Fox. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi që isha këtu me ju.